Përshëndetje nga kuzhina e Nirit, sot kam vendosur me përgatit një gjell shumë të shishme, sidomos për tash, kurat e ftofta. Krejt që kanë nevojitën prej përberzve janë 7 patate kem ngrit mëdha, 3 qep, 2 karrota, 500 gram misht blum, një lugë të gjellës miell, një lugë të mesme plot me veget, një lugë të çajit me kurkuma për ndryshe shafran indis, një lugë të mesme me McDonald's terror, një lugë të mesme plot me biber të kuq, një lugë të gjellës plot me veget, një lugë të çajit biber të zi. Edhe vaj kemi hedh tek tava, siç po shefni, dhe bismillah me një herë fillojna me përgatitjen. Është nxej vaji, hedhim qep, karrotat, edhe ujë normal në fund, që harrova ka qefa. Patate. Në një herë shtojna 500 gram me misht, pra blum ose të grim, që të thëmë në i thëmë blum, i po të ka të grim, ose të grim do këtë mund të sopat në raja, shtoj blum. U ka vëdite, një të gjitha. I kemi ka vërdit për një 5-6 minuta mishin edhe krejt shtëpërinit që të qitë tënda. Ta që morëm salcën e domateve edhe ja qes një dozë qëtu me bizele. E marrë mirën, një lukë të gjellës mirë, me mesë. Shërët i kom përmen krejt e në fillim, e kërësinë në gjellë. Edhe marrë më ndaj ujë. Ujë nga qesën, ndaj sa të ndëllon ka e përinit e mishë. Ta shtojna pra ujë. E mbulojna këtë tavën me kapak, ose të nxjerën edhe lojna që si jetë edhe gjella për ndryshe çorba që thuhet shumë e shishme. Edhe gjellën e kom zi pra për 30 minuta në temperaturë kom ullë ploqën në 3 ose në 4 dal nga dal, edhe del perfekte, që të knoq. Pa bukish me hangër pra ta knoq zemrën, sepse ashtu kështu ka patate brenda që janë pra në vend të bukës. Neve na beft mirë, e juve po ashtu nëse përgatitni. Faleminderit për përkrahje që ma bëni komente të bukura deri në recetën e radhës nga kuzhina e Nirit. I them miru pafshim.